Grupi i hakerëve iranian të Homeland Justice është rikthyer sërish në vëmendje pasi ka nisur shpërndarjen e materialeve kërcënuese ndaj Shqipërisë në rrjetet sociale, duke marrë shkas nga konflikti mes Iranit dhe Izraelit që nisi të premten e kaluar. Homeland Justice ka publikuar një mesazh kërcënues që lidhet me rolin e Shqipërisë në strehimin e anëtarëve të organizatës së mujahedinëve të vendosur në kampin e Manzës. Në deklaratën e shpërndarë përmes platformës Telegram, grupi thekson se iranianët kanë të drejtën e tyre për të sulmuar kampin e Manzës me raketa. Ky kërcënim u shoqërua dhe me një sulm kibernetik ndaj faqes së Bashkisë Tiranë. Kjo nuk është hera e parë që Homeland Justice lëshon mesazhe të tilla në adresë të Shqipërisë, apo që ndërmerr sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore shqiptare. Më herët ky grup ka ndërhyrë në sisteme të tjerë shtetëror, duke publikuar edhe të dhëna personale të qytetarëve shqiptar. Megjithatë, rreziku real apo frika ekzistojnë këto ditë, teksa Irani dhe Izraeli janë në konflikt me njëri tjetrin. Ekspertët e sigurisë kanë paralajmëruar se edhe Manza në Shqipëri mund të jetë në shënjestër.